Allahu e ka zbrit Islamin, Ademi ka qenë musliman, Nuhi ka qenë musliman, Ibrahimi ka qenë musliman, Musa musliman, Haruni, Daudi, Sulejmani, Jahja, Zakaria, Isa, këtë kanë qenë musliman edhe kanë thirrë në Islam. Këtë kanë qenë musliman edhe kanë thirrë në Islam. S'ka qera fe. Po dëgjojmë kapak të një herë, të një hoqë, po banë do të ke kështu edhe po thotë, Islami është feja vetë me pranuar të Allahu. Unë i kam thirrë hoxhallarët të shokët e mi që ta përmirësojnë këtë fjali në dua në bukës kur e bojnë. Të përmirësohen në këtë, se është gabim. Islami është feja vetë me pranuar të Allahu. Sa është e vërtetë? Nuk është e vërtetë. Islami nuk është feja vetë me pranuar të Allahu. Islami është feja vetë me zbritur prej Allahut. Se e pranuar do me thonë, na kemi prodhu plot grupe ka një fe, edhe kemi qitë në panajir, i ka po Allahu cëlli ka maru matë mirë, qatë e jonja ish paskon me mira, ne kish pranu tonën. Ne nuk i kemi prodhu që të qesë me aj ka ta pranon. Ne kemi pranu të vetëmën që e ka zbrit aj, sepse aj s'ka zbrit qera. Pra kjo është grada e jonë që dallomi prej qerve, sepse na jemi të vetëme që i kemi pranu fejën e Zotit, aj s'ka zbrit qera fe. Nuk ka fe prej Zotit krishterizëm, Allahu ka zbrit krishterizmin, jahudizmin, e djenës semavije në gjuhën arabe fjalla fetë qelora është fjallë shumë e gabushme. Vetëm me një kuptim është e saktë. Si ka qenë ligji me një fe, vetëm këtu mbanë, si ka qenë ligji me një fe për para. Nuk ka qenë librit e Ibrahim a.s. si ligjet e Kurani Kerimit. Është jashtë çdo logjike që Kurani Kerimit i zbret Ademit. Jashtë çdo logjike. Ky libër ka që ma njëri të parë, klasa parë, foshnjore, të njerëzije se kanë fjallë, na mundu kjo punë? Ati një libër sa për shëshirën e ati me gjemë të vetë, Ibrahim të një pak më gjohë. Por në Islam, si pas asaj kohë, si pas nevojeve të ati zamonit, e kjo e fundit, për këtë kohët dhe për këtë vendit, ma komplet për këtë librave. Por a i din, a i Islam, prej fillimit deri mbarim, po i përcella ajetën në Kur'anin Kerim, fjallën ja Islam, ja fjallën muslim, ja muslimune, gjonë në për ajetën në Kur'anin Kerim. Ja për shemë. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم s'ka qenë as jehudi as krishter, ka qenë musliman, Allahu ka thënë. Jehudit kanë thonë Ibrahimi ka qenë jehudi. Krishterët kanë thonë ka qenë krishter. Ka thonë Allahu në Kur'anin Kerim, "Ma unzilet at-Tauratu illa min ba'di." E që shu bon ki krishter dhe jehudi Teurati ka zbrit 500 vetë mrapa? Çka u bon ki punë kështu? E dini çka kjo? Një vetë para pejgamberit thonë, thotë unë jam xhamati pejgamberit, jam falë mas atij. Çka ka vdekë një vetë përpara. A mundet kjo punë kështu? A mundet kjo punë? A mundet baba plak jemi ka vdekë 63-ën me u lavdrua gjë se jam falë mas molla Jakupit mas nipit tema. A mundet kjo punë kështu? E po që jahudit sa janë flish, sa janë ndit. Thonë Ibrahimi ka qenë jahudi, 2000 vetë mrapa atij ka zbrit Tevrati. Ato janë jahud këtë Tevratit e këndit. Si u bën kjo punë kështu? Krishterët për ku janë krishterë për Isa a.s. apo? Ka thonë krishterët Ibrahimi ka qenë krishter. Pika bre krishterë 5000 vetë për para Isës para. A keni marrë mend ajo? E që kja është egoizmi fetar.